2 muaj pas inaugurimit të saj, Poliklinika në Shkodër ofron shërbim të plotë për pacientët. Drejtori Egir Lezha tregon mbi risitë shëndetësore që ofrohen. Kemi krijuar edhe një sistem referimi të brendshëm për konsulta të ndërlidhura nëpërmjet specialiteteve të ndryshme. Kemi kompletuar stafin e mesëm mjekësor në të gjitha specialitetet dhe në shërbimet e tjera mjekësore. Është investuar edhe në aparatura, është kompletuar sistemi i imazherisë me eko, me grafi, me DEXA. Lezha tha se krahasuar me muajin shkurt të 2024-s, numri i qytetarëve që kanë marrë shërbim tashmë është dyfishuar. Kemi statistikat e shkurtit, vjet shkurti 2024 ka pasur pak a shumë 4200 vizita në të gjitha specialitetet, ndërsa shkurti 2025 ka pak a shumë 7500 vizita. Edhe vetë pacientët pranojnë faktin se ka më shumë rregull dhe më shumë shërbime të shtuara në poliklinik. Ka më mirë s'ka, për smajs dhe Ka me ba një kontrollë për ka që doktori i lagjës. Si duket pjesa e rekonstruksionit poliklinikës? Tonë të mira, s'ka më mirë. Shumë jetë është rregullu çdo gjë. Pa më lehtë, më mirë, shumë bukur. Me një sipërfaqe prej 1300 m2 dhe vlerë totale prej 120 milion lekë të reja, në poliklinik janë zgjeruar shërbimet shëndetësore dhe specialitetet nga 14 që ishin më parë në 21 të tilla.